Një ngjarje e rëndë është regjistruar në kthesin e fshatit Starov në Pogradec, ku një drejtues motori është gjetur i rrëzuar në rrugë. Rrethanat mbeten ende të paqarta, pasi nuk dihet nëse drejtuesi është rrëzuar apo është goditur nga ndonjë mjet tjetër. Sipas informacioneve paraprake, ai është dërguar me urgjencë në spitalin e Pogradecit, ku ndodhet në gjendje të rëndë shëndetësore. Ende nuk ka një njoftim zyrtar nga policia e Pogradecit, ndërsa të tjera detaje priten të mësohen në vijim. Autoritetet ndodhen në vendngjarje dhe po punojnë për zbardhjen e rrethonave të ngjarjes.